Një moment i veçantë i kësaj fushate elektorale për kandidatin e Partisë Socialiste për deputet Vullnet Sinaj ishte takimi mbajtur me banorët e Vërmikut, një premtim i dhënë me erët dhe i mbajtur nga kandidati Sinaj. Në zemër të Labërisë u zhvilluar një bashkëbisedim i hapur dhe i sinqert mbi mundësitë për të rikthyer jetën në fshat përmes zhvillimit të agrobiznesit, bletarisë dhe turizmit. Ky takim u zhvillua edhe në prani të kryetarit të Bashkisë Selenicës Nertil Bellaj, i cili e cilësoi deputetin si njeri të përkushtuar dhe mik të gjithë Labërisë. Unë dua t'ju falenderoj të gjithë dhe ju që mbështesni Partinë Socialiste dhe mikun ton, se nuk është miku i njëjtë, po Vullneti është miku i gjithë Labërisë. Është e vërtetë. Dhe është një njeri i cili është i përkushtuar, njeri që nuk u gënjen dhe atë fjalë që u ka dhënë u jep do ta mbaj. Kandidati socialist për deputet Vullnet Sinaj u shpreh i qartë se ky takim për të ishte më shumë se fushat, ishte një dëshmi lidhje sinqert me njerëzit, duke thënë se punët e bëra dhe respekti dhënë e kanë bindur që vendimi më i mirë në jetë ka qenë të përfaqësojë në politik njerëzit e thjeshtë. Mëtej Sinaj garantoi banorët që do të vendos të gjitha forcat që ata të kthehen në fshatin e tyre për zhvillimin e agrobiznesit dhe bletarisë. Edhe unë dua t'ju falenderoj që më keni thirrur këtu, duke pasur besimin tek unë si deputeti juaj dhe duke ardhur këtu mendoj që keni shprehur edhe gatishmërinë edhe qëndrimin tuaj për të më mbështetur në mandatin e tretë. Punët që kanë bërë, njerëzit që kanë nevojë, respekti që gëzoj në zonë, më ka bërë të mendoj që vendimi më i mirë në jetën time që ka marrë është të merrem me politikë, por me politikën për njerëzit e thjeshtë. Unë jam shumë i gëzuar që ju doni ta ringjallni, ta rilindni fshatin tuaj. Jam shumë i gëzuar dhe ditë ju them që do t'ju vendos në dispozicion të gjithë mbështetjen time, politike dhe personale, duke menduar që jam nga Vërmiku. Ja u them këtë, sepse ju njoh ju si njerëz, jo unë vetëm, po kudo të pyesësh në zonë. Ti e meriton. Për ju thonë jeni burra të llaftë. Ti e meriton me gjithmonë. Dhe unë ku ta gjej një gjë të tillë që ju doni të ktheni në këtë zonë kaq të bukur, një pikë turistike e jashtëzakonshme. Dhe krahas me investimin që do filloj bashkia mbas një muaji për rrugën e Smokëthinës, që unë i them fillon nga qafa e varrit Tavës dhe deri në Vërmik, sepse Vërmikun e kam quajtur gjithmonë pjesë të krajinës, të pashkëputur, dhe do të vendos të gjitha forcat e mia që ju të ktheheni këtu me agrobiznesin tuaj, me bletarin në të cilën është e theksuar në zonën tuaj, dhe ju garantoj fjalën e burrit të mbështetjes time me çdo fuqi që do kem. Ne do takohemi mbas zgjedhjeve, do vi prap këtu jap fjalën. Ju jap fjalën e burrit. Mbas zgjedhjeve këtu unë do kërkoj një gjë. Siç të thash, projekt dhe një preventiv nga një inxhinier rruge. Që të ketë një inxhinier rrugësh që të na bëjë një projekt që të mos keni më probleme për gjithmonë. Dhe mbas atij projekti, unë jam personi që do merrem me atë projekt deri në zbatimin e atij projekti.